Nga ana procedurale, kërkesa është në rregull, por dhe është dhe e drejta për të prezantuar qëndrimin pro dhe kundër dhe në pasër votimi. Pra në procedurë jemi në rregull. Pastaj vullneti i palëve është... Okej, të kalojmë atëherë në votim kërkesën për ndryshimin. Kurdo, jemi në proces votimi, zoti Spaja. Po nuk mundet në proces votimi, nuk jepet fjala procedurë, nuk ndërpritet procesi votimit. Kush është dakord të miratohet kërkesa për heqjen nga renditës i 3 ligjeve të përmendura. Pra hiqet nga renditës dhe shtyhet për një ditë tjetër. Kundër nuk ka abstenim, nuk ka, atëre kërkesa miratohet, këto 3 pika kalojnë në një ditë tjetër, në një seancë tjetër. Kalojmë në votimin me elektronik për 2 projekt vendime. Projekt vendimi për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plotë pune që rekrutohet për përpunimin e materialeve zgjedhore të Komisionit Zgjedhor Zgjedhjeve. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash. Procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Ju lutem votoni. Votoni, ju lutem. Ju lutem votoni. Akti kërkon shumicë të thjesht votash. Zoti Balla. Të dëgjojmë 1 minutë, ka kërkuar fjalën kryetari i grupit. Zoti kryetar, ne u informuam se tani nuk dim këta kur janë bashkë, kur janë veç e veç. U informuam që opozita është të rreshur nga gjitha nismat e veta. Po një sekond më na sqaro, do e sqarosh ti çketi, pse nxiton? Se ju kur jeni bashkë, kur i ndajeni, si bashkë jeni, shumë mirë, po e shoh që keni mbetur ta mbar. Po tani ne na na informon zoti Blushi që nuk është të rrequr nga nisma. Atëherë nuk kemi si të kalojmë votim pa diskutuar dhe nismën e zotërisë. Jo, po s'ka votim, nuk ka votim, votimi u krye 90 vota. S'ke votuar për vete. Kështu që zoti kryetar na e sqaroni këtë dhe vazhdojmë diskutimet me çështjen që na thot zotëria. Ose je të rrequr ti? A je të rrequr? Shkore.
Atëherë ka një gabim, një minutë, qa për qa vërtet? Për qa vërtet? Për qa vërtet? Një minutë, ka mundësi të dëgjosh sqarimin? Mirë, mos e dëgjosh sqarimin. Sqarimi është ky. Projekt vendimet votohen në fund, mbasi përfundon diskutimi i projekt ligjeve. Projekt ligjet e tërhequra nuk janë 3, janë 2. Kështu që ndjes për një gabim, për një lapsus, projekt ligji për një shtesë në ligjin nr. 92/2014 për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar nuk është tërhequr, nuk është kërkuar të tërhiqet, kështu që janë vetëm 2 projekt ligjet. Por jenë vetë ti apo jo, si mund të kërkosh procedurë? Unë jam në mes të fjalës, ti do procedurë. Çfarë procedurë do? Po jam në mes të fjalës. Jam te presja, nuk kam shkuar te pika, ulu aty. Pra, projekt vendimet do të votohen mbasi të përfundojë diskutimi i projekt ligjeve. Kemi një projekt ligj i cili nuk është hequr nga rendi i ditës, sepse ishin vetëm 2 projekt ligje të tërhequra. Do korektohet një gabim, u lexua gabimisht. Nuk ka kërkesë të mbështetur me firma për tërheqjen e projekt ligjit për një shtesë në ligjin nr. 92/2014 për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Pra, do të rimarrim procesin e votimit të projekt vendimeve vetëm pasi të përfundojnë diskutimi i të gjitha projekt ligjeve në rendin e ditës. Kemi një projekt ligj në rendin e ditës, që sapo e lexova, atëherë referuar nenit 73.2 e rregullores. Pyetje për projekt ligjin, nuk ka, fillojmë diskutimin, urdhro pyetje, mos bërtit, vazhdo pyetjen. Pyetje, zoti Shehaj. Kam pyetje. Filloj projekt ligji. Cili është projekt ligji? Ore, më falni, zoti kryetar. Tani, këtu ka mbetur akoma e bllokuar, është akoma votimi. Jemi në votim. Unë nuk kam mas mundësi të shikoj projekt ligjin këtu, sepse është e bllokuar. Kështu që ju lutem. Shfaqet projekt ligji që ta shikoj zoti Shehaj. Atëherë, po jemi në votim, zoti kryetar. Do të korrektohet gabimi për fillimin e procesit të votimit pa mbaruar diskutimi i projekt ligjeve. Ishte gabim. Nuk mund të fillojmë procesin e votimit për projekt vendimet pa mbaruar diskutimi i projekt ligjeve. Kaq është. Tani doni të kapeni pas fies së barit. Ishte gabim. Më falni, zoti kryetar, cili ishte gabimi? Se nuk e kuptuam. Ishte gabimi që kaluam procesin e votimit pa përfunduar diskutimi i të gjitha projekt ligjeve, sepse nga 3 projekt ligje, 2 ishin të tërhequr, i treti jo. Ky ishte gabimi. Pra, cilët janë tërhequr e cili jo, zoti kryetar? Nuk është tërhequr projekt ligji për një shtesë në ligjin nr. 92/2014 për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Është një një projekt ligj nga grupi parlamentar i Partisë së Lirisë. Ne sapo votuam ndryshimin e rendit ditës, ju listua 2 projekt ligjet që u tërhoqën. Ç'lidhje ka ky? Nuk është tërhequr, është në rendin e ditës. Po kush thaj që nuk është më në rendin e ditës? Çfarë janë këto? Shpallë rezultatin. Zoti kryetar, ishim në votim. Kemi një rend ditës, rendi ditës kemi, përveç atyre 2 projekt ligjeve, kemi dhe projekt ligje tjera. Kemi projekt ligjin, qetëso. Po, Taulan, qetëso, por unë e di që ju bëni çfarë doni, po ta marrin vesh qytetarët që ju bëni çfarë doni, dhe në këtë rast, ju do ta bëni, po ta marrin vesh që në këtë parlament fillohet votimi, kur shikoni që nuk keni vota, thoni e çka ne bëm shakane e 300 fare, fillojmë nga fillimi. Ta marrin vesh, pastaj ju do ta bëni këtë gjë. Po të paktën ta marrin vesh. Tani, zoti kryetar, rendi ditës ka ligji për aksizën në Republikën e Shqipërisë, për një shtesë në ligj për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë. Këtu ka disa. Si ikën 2. Po. Më fal. Të lutem. Atëherë, jo, nuk ka 2, ka shumë. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që dua të di, zoti kryetar, për jush. Ore ta marrin vesh, qetësoni, ta marrin vesh. Ç'a keni ju? Ç'e shqetësojmë? Unë dua të kuptoj, zoti kryetar.
ju ndërpret votimin në mes sepse majoranca nuk ishte votat. Zoti kryetar, këtë kishim në votim, në një moment caktuar pam që po numëronit njëri tjetrin, u habitët sepse dhe deputetët të opozitës nuk votuan me ju, nuk bashkuan votat me ju, nuk ishit numrin, se ka filmime, nuk është se mund të mohoni edhe këtë gjë. Ka filmime. Pat njëri tjetrin, si t'ja bëjmë, ndërprit e votimin. Këtë keni bërë, zoti kryetar? Atëherë edhe njerë, zoti Sheaj. Edhe njerë. Ta përfundoj fjalën zoti Sheaj. Ne si deputet prandaj bën thirrje kryetari thot si fillim prezenca. Se cili prej nesh ka të drejtë. Ne nuk votuam. Atëherë, zoti kryetar, duam një përgjigje. Keni ndërprer votimin në mes sepse mungoni numrat e majorancës? Kaq. Atëherë, megjithëse nuk është detyra të përgjigjem 3 herë, po të përgjigjem. Madje më duket është era e 4. Nuk është ndërprer votimi për çështje numrash, sepse në sallë janë më shumë se 70 deputet dhe natyrisht, nëse je në sallë je prezent, nuk mund të thuash, nuk mund të shfaqesh prezent kur do të flasësh dhe jo prezent kur duhet të votosh, se është detyrim. E para, e dyta, projekt vendimet nuk votohen pa mbaruar diskutimi dhe votimi i projekt ligjeve. Ju thash që u ndërprej procesi i votimit projekt vendimeve, sepse ky ishte gabimi dhe duhet pranuar është gabim njerëzor, kishte ngelur dhe një projekt ligj pa u diskutuar dhe votuar. Projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 92/2014 për votimin e vlerës shtuar në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, i cili gabimisht u konsiderua si pjesë e nismave të tërhequra nga deputetët. Nuk ka kërkesë për tërheqje të këtij projekt ligji, ndaj do të vazhdojmë me këtë projekt ligj. Sapo të përfundoj diskutimi dhe votimi i këtij projekt ligji, do të kalojmë te procesi votimit të projekt vendimeve. Projekt vendimet nuk mund të votohen pa mbaruar, pa i ardhur radha, pra pa mbaruar projekt ligjet. Kjo është arsyeja pse u ndërprer procesi i votimit të projekt vendimit. Faleminderit. Urdhro. Zoti Blush. Zoti kryetar, së pari më vjen keq që shpërdoroni funksionin tuaj për të mashtruar publikisht. Dua t'ju lexoj nenin 57 të rregullores, meqense ju s'keni kohë ta lexoni. Me fillimin e votimit nuk lejohen diskutime dhe nuk jepet fjala deri në shpalljen e rezultatit të votimit. Votimi, thot rregullorja kryetar, nuk mund të ndërpritet për asnjë arsye. Ju votuat, unë e kam këtu listën, jeni 67 deputet në sallë, doni t'ja u lexoj listën. Kush ka votuar? Sepse çfarë ndodhi? 83 diellat u zhdukën, u venitën dhe jeni në sallë 67 deputet. Doni t'ja u lexoj emrat. Kush ka votuar? Keni guximin, pranoni shkeljen e rregullores, pranoni trajtimin e kuvendit si plashk personale, por rregulloria është këtu. Votimi u krye, na thoni rezultatin e votimit. Në qoftë se ju nuk keni guxim, unë po ja them kush ka votuar pro. Jeni 67 deputet. Pra praktikisht u rrëzuat si mazhorancë legjitime që jeni. Se s'keni votat as për të kaluar një projekt ligj për organikën e KQZ-s. Pra në votim mori pjesë zoti Peleshi, zonja Furxhi, zoti Malaj, zonja Ibrahimaj, Merat, zoti Balla, Çela, Kume, Pashaj, Manja, Mara, Pacaj, Çaushi, Komici, Koreshi, Kadeli, Sinaj, Ekonomi, Beleri, Elezi, Braçe, Bylykbashi, Mile, Malaj, Balla, Kuko, Kushi, Klosi, Spaiu, Manasteliu, Hoxha, Nikola, Dhima, Mila, Muzhaqi, Hasani. Në fakt jeni të gjithë djela, po për respekt për u lexoj, se jeni djela të gjithë. Quqi, Spao, Sina, Jahaj, Gjuzi, Danaj, Klosi, Brahimi, Lasku, Budini, Lajo, Jaho, Haxhiu, Dyrmishi, Rexha, Gaxho dhe Nako. Jeni 67. Rregulloria është e qartë kryetar, nuk e ndërpret dot të votimin se do ti.
Neni 57, lexo dhe pranoni dështimin si një majorancë djella që jeni, që u venitët sot. U venitët. Shkelja e rregullores është fakt kryetar dhe nuk mund të gënjesh. Të thuash nuk morën pjesë proces votimi, kur gjithë shqiptarët e panë që të gjithë morët pjesë votim dhe nuk kaluat numrin 67. Faleminderit. Më falë, po ju ku e patë rezultatin, se ju nuk ishit prezent. Juve nuk ishit prezent, apo jo? Ishe prezent. A ishe prezent. Atëherë po të numërosh dhe veten dhe grupin tënd, janë numrat. E para, e dyta, procesi votimit përfundon kur lexohet fjalia, procesi votimit mbyllet. Nuk pati një proces votimi, ndaj dhe nuk mund të flasim për rezultat të procesit votimit. Atëherë, në bazën e 74 rregullores, prezantimi i projekt aktit nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Kush e do fjalën? Kush e do fjalën për prezantimin? Atëre, fjalën nuk e ka kërku. Jo, fjalën për prezantimin, 1 minutë. Fjalën për prezantimin e projekt ligjit. Ju nuk jeni inicius i projekt ligjit. Atëre nuk ka... E mbarove pyetjen, edhe tu përgjigja. 4 herë. 4 përgjigje. Në basën e 74 rregullore, zonja Milva Ekonomi, nëse diskuton si kryetare e komisionit? Po? Urdhroni. E kam fjalën e ka zonja Milva Ekonomi, si kryetare e komisionit përgjegjës për ekonominë, punësimin dhe financat. Si komision përgjegjës. Urdhro, zoti Balla. Zoti kryetar, në emër të grupit parlamentar kërkoj 5 minuta pushim. Okej, që të mblidhni veten 5 minuta pushim.